E falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të sinqerta, më të plota, siç meriton madhështia e Zotit falenderohet. Zoti ynë, ty të qofshim falja Allah për çdo mirësi e për çdo begati që fale e dhurove. Shtoje ja Rabbi mirësinë për gjithë secilin prej nesh. Shtoje begatin ti e dhuruar si mirësive dhe i begative. O Zot, ty të lutemi, bëje fillimin e kësaj dite mirësi, mesin e saj begati, fundin e saj ja Allah, bëje sukses dhe arritje, o Zot. O Zot, ty të lutemi, orientoje dhe udhëzoje zemrat tona për tek më e mira, më e bukura, tek rruga jote, tek rruga e njerëzve tuja, Allah, që ti i deshe dhe i udhëzove me udhëzimin tënd. Ti e udhëzuesi dhe orientuesi, ja Allah, atë që ti e drejtove dhe e orientove në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta devijojë nga udhëzimi yt. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhaleshanuhu. Dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona, Muhammed Mustafa, ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj ati salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, ati familjes ti, ja Rabbi, shokëve ti që ndihmuan dhe e përkran misionin e ti. Zot, fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët edhe besimtarët që mundohen të ndjekin rrugën e bukur dhe besimin e pastër, ja Allah, sa të ketë jetë në këtë dynja. Xhamati nderuar, sot me lejen e Zotit qëndrojmë me një emër të madh, të cilin Zoti e trajtoi në Kur'an dhe e ngriti pozitën e tij. E përmendi si shembullin e njeriu durimtar, besimtari i mirë i cili edhe pse u sprovua aq shumë dhe ju përmbys çdo e mirë cilën ja pati fal Allahu xhaleshanuhu në pamje dhe në dukje, ai vetëm se shtoi sigurinë dhe mendimin e mirë për Zotin e tij. Ejubi alayhi salam, paqja e Zotit ton qoftë me Ejubin, profeti dhe robi i mirë, përmendet jo vetëm në Kur'anin famlar, por gjithashtu edhe në literaturën e krishterë, por edhe tek hebrejt. Pra si një shembull i madh cilin e solli Zoti xhaleshanuhu tek shpalljet edhe tek shpalljet e mëparshme. Zoti i pati fal atij pasuri të madhe pafund. I pati fal atij pasuri cilën e kish fitu me punë të ndershme, edhe me punë halaliku, prona, bakti e bujësi, si që ishte pasuria asaj kohe, por gjithashtu edhe familje të madhe dhe plot me fëmijë, subhanallah. Njeriu që mirësia që i fali Zoti xhaleshanu nuk e shmangu as një moment nga adhurimi i Zotit, nga falenderimi edhe mirënjohja për Allahun xhaleshanu që i dhuroi mirësitë dhe begatin. Ai ishte një falenderues i madh në zemër, me fjalë, por edhe me vepra. Bënte mirë, ndihmonte njerëzit në nevojë, kujdesej për jetimin, nderonte mysafirin, derisa njerëzit e sillnin si shembull të mirësisë edhe të falenderimit edhe të adhurimit, megjithse kishte shumë mirësi që i pati fal Allahu xhaleshanu në këtë dynja. Aq shumë vepra e mirë ngjitej tek Allahu xhaleshanu dhe falenderim nga Ejubi alayhis salam, sa që mahniteshin edhe engjëjt e Zotit me veprat e tij madhështore. Mahniteshin edhe engjëjt e Allahu xhaleshanu me falenderimin, me mirënjohjen dhe me veprat e tij. E ajo e cila i ndodhi Ejubit alayhis salam mbetet si shembull edhe mbetet në histori, sepse ishte diçka e veçantë. Në përgjithësi, vëllezërit e mi, Allahu xhaleshanu thot: le in shakartum la azidannakum. Janë rregulla hyjnore. Nëse ju do të falenderoni, ne ju ashtojmë edhe më shumë mirësinë edhe begatin. Ose ma naqasa malu min sadaqa. Asnjëherë nuk ka ndodhur, zot ndodhi. Pra ky është rregulli, që kush ndihmon me pasurinë e tij, kush jep sadaka, kush bën bamirësi, nuk i paksohet pasuria, por vetëm i shtohet. Ajo që ndodhi me Ejubin alayhis salam ishte diçka ndryshe. Ishte diçka ndryshe. A ka njerëz që Zoti xhaleshanuhu midis nesh i ka fal mirësi dhe begati? A ka kush i fali Zoti xhaleshanuhu mirësi dhe begati dhe të jetë falenderues për mirësitë që i ka fal Allahu xhaleshanuhu me shpirt edhe me zemër? E siç thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu xhaleshanuhu e don robin kur ulet
që merr ushqimin e tij që i ka falë Zoti xhaleshanu dhe ai e falenderon Allahun, o Zot, faleminderit për ato që na fale, për mirësitë që na dhurove, ja Allah, janë prej Teje. Ti je i cili shton mirësinë edhe begatinë, ja Allah. A ka njerëz cilët kur Zoti xhaleshanu i hapi derë mirësie, e falenderojnë Allahun xhaleshanu me shpirt, me gojë, por edhe me vepra. Sa më shumë ja shton Zoti, aq më shumë ato i shtojnë veprat e mira dhe bamirësitë. Ka prej tyre, cilët nuk lejnë shtege dhe nuk lejnë derë mirësie pa u bërë pjesë, sepse e dinë që ajo që i fali Zoti xhaleshanuhu është dhurat prej Allahu xhaleshanu dhe meriton falenderim, dhe falenderimi bëhet edhe me vepra, duke dhënë nga ajo që të ka dhënë Zoti xhaleshanu, dhe kjo është cilësi e besimtarëve të mirë. Në një moment siç tregohet, Iblisi lanetullahi alej, i thot Zotit, o Zoti im, thot. Ejubi thot është falenderues i madh, sepse ti i fale çdo të mirë, ti e mbushë me begati, e si të mos jetë falenderues, aq shumë pasuri, aq shumë të mira, i begatuar, asnjëherë nuk është sprovuar. E nëse do të sprovohet, o Zot, të lutem, më lër mua të kem pushtet mbi të mirat e ti, e ke për të pa, se ai nuk ka për qenë njëri falenderues, ai do të jetë mohues. E sa herë ndodh o vëllezër që neve sprovohemi në pasurinë tonë, ose sprovohemi tek njerëzit tanë, ose sprovohemi tek shëndeti jonë, ose sprovohemi tek të mirat që na ka falë Allahu xhaleshanuhu. Çfarë ndjejmë shpirt edhe në zemër neve? A e kujtojmë që e kemi prej Zotit, ai e jep, ai e merr, ai mund t'japi edhe më shumë se çka dhën. A e kujtojmë që çdo mirësi dhe çdo begati e kemi prej Allahu xhaleshanuhu. Dhe në fund fare, neve në këtë dynja nuk është se jemi për të mbledh sa më shumë mirësi e begati, por se ato mirësi dhe begati që ne i falë Zotit xhaleshanu, pse jo, të punojmë edhe për mirë dhe ta shtojmë të mirën, por ato mirësi që ne i falë Zotit xhaleshanu, me to të mbjellim përjetësinë edhe të fitojmë përjetësinë. Ne do jetojmë këtë botë aq sa do jetojmë. Stacioni përfundimtar është atje ku thot Zoti xhaleshanu, tilket darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ai atje është ahireti që pret të gjithë njerëzit. Dhe ne e kemi bërë ahiretin për ata cilët xhenetin e Allahut, për ata cilët nuk duan që të lartësohen mbi tjerët, të jenë mendje mdhenj, edhe të jenë njerëz që bëjnë keq mbi sipërfaqen e tokës. Ky është qëllimi i jetës. Pastaj dha Zoti xhaleshanu diçka, dha më shumë apo dha më pak. Këto janë gjëra dhe situata që nuk është se matet njeriu me to, po matet si do t'i trajtosh mirësitë edhe begatitë që t'ka falë Allahu xhaleshanu. E Zoti xhaleshanu deshi ta bëjë Ejubin shembullin më të lartë durimit, i cili do të kujtojë edhe sot e kësaj dite dhe do të kujtohet në dekada dhe në shekuj me radhë, derisa të ketë jetë njerëzimi. E atë që do në ngrenë Allahu xhaleshanu nuk ka kush ta uli, subhanallahu il-azim. Imagjino nga mirësi e madhe, nga shembull që rrihej edhe që shifej tek njerëzit me sy, si njeriu i mirë, i durueshëm, njeriu që bënte bamirësi. Imagjinon fillon sprova dhe e vejnë përpara sprovat me një formë të tillë sa që Iblisi, siç thuhet, i tha gjithë ushtrive të tij, jepini tash, i tha, bëni dëm thot tek mirësitë e tij, thot e Jubit, thot ta mundeni. Dhe vinë sprovat, i digjen pasuria, i digjen depot, i digjet familja, i digjet shtëpia, i digjet çdo gjë. Edhe fillojnë që të hikin gjërat një nga një me një ritëm edhe një vrull që s'kishte sebeb njerëzor që t'i ndalonte edhe t'i bënte ballë, subhanallahu il-azim. O vllai im dhe motra ime, ne do t'jemi gati edhe do t'jemi të stërvitur në zemër dhe në shpirt, do ta kuptojmë se njeriu sprovohet në këtë jetë. Janë sprovu profetët e Allahut, janë sprovu eulijat e Allahut. Kjo dynja nuk është xheneti i përjetësisë. Këtu jemi neve që t'japim provat, edhe t'japim ato që tham. Elif lam mim, e hasiben nasu e yutraku e yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mos vallë mendon njerëzit se do të thonë, neve jemi njerëz të mirë, jemi njerëz besimtar, e besojmë Allahun, e besojmë ahiretin, e besojmë Kur'an, dhe nuk do të sprovohen për këto deklarata të cilat i thonë, do t'i japësh provat me vepra, me zemër e me shpirt, do t'i tregosh gjërat në këtë dynja, qoftë momente mirësie, qoftë momente sprovash e vështirësie. E imagjino sa herë që i ndodhte diçka e Ejubit alayhis salam, iku pasuria,
iku familja, filloi të sprovohet edhe në trupin e tij me smundje nga më të ndryshmet që nuk ishin parë. Imagjino kur njeriu ka pozitën, kur ka pasurinë, kur i ka financat, kur ka gjithçka. Të gjithë njerëzit i rrinë rreth e rrotull. Padyshim, sepse edhe punët lidhin me njerëzit. Nuk po themi gjë. Ama në momentin që fillon edhe sprovohet, vetëm 2 veti ngelen e Jubit a.s. si shtregohet, 2 shokë dhe bashortja e tij e mirë, e cila për vite me radhë i ka ndej duke i bëjë zmet, Zoti qoftë i kënaqur me të. E nxorën populli i tij jashtë qytetit, sepse u bën merak për smundjen që i ra, sa mos ishte diçka që mund t'i kaplonte edhe tjerët. Edhe përhapej smundja, ndonjë lloj epidemie. Ejubi a.s. me gjithë këtë sprovë i lutej Zotit dhe i thoshte: o Allahu im, të lutem o Zot, ma ruaj mu zemrën time, të paktën mos ta preki smundja, ja Allah. Edhe gjuhën time që të të përmend ty, ja Allah, të të kem në shpirt, në zemrë, dhe të të kem ke gjua ime. Për tjerat pasaj nuk ka dert, nuk ka problem, Zoti im. Ejubi a.s. Deri sa i vinte shejtani në formë njeriu, dhe sa herë që humbte diçka i thoshte, siç mund t'i vi shejtani edhe dikujt prenesh në mendje me cytje, sa herë i ndodh një sprovë e madhe ose e vogël, edhe i thoshte: po mirë, ti kishe fitu me halal këto. Si ka mundësi u përmbys dynjaja për ty? Po ai kishe falenderu Zotin shumë. Ai ishe ti, ai që njerëzit thonin njeriu më falenderus. Ai ishe ti, ai i cili adhurove Zotin për vite me radhë. Si ka mundësi ti mori ty këto Zoti? Ç'është kjo padrejtësi? Duke u bës provë shejtani mallkum. Si ka mundësi? Imagjinoni opinionin publik, ku shkoi sadekaja, ku shkoi vepra mirë, ku shkoi bamirësia, nga këtu shkoi këtu mrena ditës, ose mrena një kohë të shkurtër. Shkoi pikjat. Fillun duke mendu njerëzit: po ky ishte ai që ne thonim ishte rob i mirë, ishte njeriu mirë. Si ka mundësi që i ndodhi kjo gjë? Pale qa ka bo ky. Pale qa ka bo. Subhanallah i ladhi. Ndërkohë, planet e Allahu Gjeleshanu ishin me ngrit Ejubin a.s. dhe me bo shembullin më të lartë durimit për jetëve, në të gjithë ymmetet, në të gjithë sipërfaqen e tokës, me shënute librat e shenjtë emrin e tij. Kurse njerëzit, llogarit tjera njerëzit, boshin hesapet tjera. Një moment, i kanë ardhur ato 2 shokët dhe kur kanë qenë duke dalë nga vendi ku rrinte Ejubi a.s. Imagjinoj i dëgjon ata duke hikë flisnin me njëri tjetrin. Gjinof ku i shkreti, po pale qa ka bënë ai gjë që e ka zemrua Allahun aq shumë që Zoti e dënojnë këtë farforme. Subhanallah i ladhim. Subhanallah i ladhim. Këtu i dhimbti shpirti dhe zemra. Dhe kur shikon edhe bashortën e tij që kishte shit flokët, kishte shit gërshetat, Zoti qoftë i kënaqur me të. Me gjithë sprovën që kishte rënë, i ndejti aq korrekt, edhe me një përkushtim aq të madh sa që është përmend tekstet fetare. Imagjino aty u dridh zemra dhe shpirti. I kish pas thënë bashortja disa herë: lutë Allahun të ta lehtësoj. Lutë Allahun Xheleshanu të ta ndrojë të keqen me të mirë dhe të t'japi begati dhe mirësi, se ke shku shumë poshtë dhe shumë keq. Jemi në gjendje shumë të rëndë. Çfarë thoshte Ejubi gjatë gjithë kohës? Thoshte: oj nusja ime, thoshte, sa vite na ka begatuar neve Allahu Xheleshanu, dhe shiça shembull i mirë për gjithë secilin prej nesh. Na dha Zoti Xheleshanu çdo herë mirë dhe i herë që na ras prova fillon duke menu keq për Zotin ton. Po subhanallah i ladhim, o Zot, ty të qofshim falë që na mbulove me mirësi e me begati. E i herë që na ndodhi i sprov, neve u lëkundëm besimin Zotin ton, edhe fillun të menojmë për Zotin menimet, edhe duke supozimet. Subhanallah i ladhim, larg të metave është Allahu Xheleshanu, si që thot profeti a.s. si kur ta dishit për kujdesin edhe dashurinë e Zotit ndaj krijesave të tij, do ju shpërthente zemra, do ju digjej zemra nga dashuria për Allahun Xheleshanu. E don Zoti robin e tij më shumë se që don nëna fëmijën. Subhanallah. Dashuria e Allahut Xheleshanu për krijesat, për robët e tij është më e madhe se dashuria e nënës për fëmijën. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E imagjino, thoshte, sa vite kemi kaluar neve në mirësi e në begati, se s'duhet ja harroj njeriu mirësitë dhe begatitë e Allahut. Thoshte, vallaj, thoshte, më vjen turp
ti kërkoj Allahu xhelleshanu që të mandrojë sprovën, të paktën thoshte durojmë aq vite sa që kemi qenë mirësi në begati. Të paktën durojmë aq vite sa që kemi qenë mirësi në begati. E kur shef këto dy momente, pastaj aty i dhem shpirti dhe zemra dhe i ka ngrit durët Allahu xhelleshanu dhe i thotë: Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. E kur Ayyubi alayhis salam e thirri Zotin e tij dhe tha: Zoti im, mua thot, më ka kap edhe më ka përfshi dëmi, jam mundu ja Allah, e ti je më i madh i mëshirues. Ndërsa në ajetin tjetër që me vërtetu atë që po tregonin për shejtanin e mallkuar, thot Allahu xhalleshanuhu wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni masani ash-shaytanu bi nusbin wa adhab. Përkujtoi robin ton Ayyubin kur e thirri Zotin e tij me shpirt e me zemër dhe tha: Zoti im, mu m'ka prek shejtani me mundim dhe m'ka fut në vështirësi të madhe. Domethënë, gjërat se si ndodhen ashtu, edhe ai vetë kuptonte që ishte një sprovë e veçantë. Ishte diçka jo normale. Dhe kisha ardhur momenti që ai të jepte provat që e do të Zotin xhaleshanu me shpirt dhe rruga e drejtë. Nuk duhet të ndikohet ai i pasur, ai i varfër, atë ngres Zotin në dynja me diçka apo nuk të ka dhënë Allahu xhaleshanu diçka në dynja. Këto janë gjëra të cilat i ndanë Zoti rrisit ashtu siç don ai dhe siç e din ai me urtësinë e tij. Ndërsa rruga është diçka tjetër. Kur ke pasuri, si do sillesh me të. Kur ke mirësi, si do sillesh me të. Kur ke sprovë, si do sillesh me sprovën. Kur ke ngushticë, si do sillesh me ngushticën. Kjo është ajo e cila kërkohet për gjithë secilit prej nesh. Fekeshefna ma bihi min durr. Thot Allahu xhaleshan, neve ja largum të gjithë vështirësinë dhe të keqen. Wa atejnahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. E neve thot ja i falem atit familjen edhe të gjitha mirësit, jo ai sa ç'kishte, po edhe më shumë se ç'kishte, ja ktheu Allahu të gjitha mirësit që i pati dhënë, madje ja shtoi edhe më shumë akoma. Falënderimi i takon Allahut. Kjo hutbë me sot është për të gjithë ata njerëz cilët duke qenë mirë e bukur një moment sprovohen dhe i duket sikur po i përmbyset dynjaja brenda ditës, brenda një kohe të shkurtër, që ta mendojnë se nuk është e thënë që nëse sprovohesh Zoti të ka lënë, ose Zoti të ka abandonu, ose Allahu xhaleshanu është duke të dënuar dhe është hidhur me ty. Jo! Mos e mendo kurrë, asnjëherë. Janë provu edhe janë sprovu njerëzit më të dashur të Allahu xhaleshanu, siç e thanë profetët edhe pejgamberanët, dhe njerëzit më të dashur të Zotit e uliat e tij. Kjo është rruga. Ky është ligji i Zotit xhaleshanu, çdo kush do të sprovohet në këtë jetë. Nëse të ndodh që sprovohesh ose goditesh me një sprovë, mos e harro kurrë se çdo gjë ndodh me dijen e Allahu xhaleshanu, me dijeninë e Zotit. E Allahu xhaleshanu ka në dorë të ta kthejë ty mirësinë dhe të ta largojë sprovën e të t'japi atë që nuk ta ka prit mendja. Dhe mos e harro kurrë se në momentin që sprovohesh ti nuk je sprovu kurrë sa Ayyubi alayhis salam. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, ditën e gjykimit do të sillet dikush para Zotit. E do t'i thot i madhërishmi robi im, thot shpengoj ty, thot nga falëndrimi i Allahut ose nga rruga e Zotit. Thot o Zot, thot aq i sprovum sa kam qenë, më ka pengu sprova që kisha. Thot më i sprovum se Ayyubi alayhis salam nuk ke qenë. Dhe Ayyubi në asnjë moment nuk e pengoi sprova me dal nga rruga e Zotit, ose me e lëshu rrugën e Zotit, ose me mendu keq për Allahun xhaleshanuhu. Ti nuk je thot nivelin e kësaj sprove. E kishe mundësinë me e bë, subhanallah. E bëri Zoti argument për gjithë njerëzimin, deri dhe në ditën e gjykimit do të përmendet emri i tij për mirë, subhanallah il azim. Elus Allahun xhaleshanu të na falë, të na mëshirojë. Amin. Gjithashtu është tërheqje vrejtje për gjithë secilin prej nesh kjo histori. Sa herë që shohim dikë të sprovuar, mos mendoni keq për njerëzit. Mos jepni gjykime se nuk ju kërkohet askujt që t'japi gjykime. Punët e Allahut edhe raportet se si ka gjithë secili me Allahun i di vetëm Zoti i gjithësisë. Ndërkohë që ti po mendon se këti po i nodhi fatkeqësi,
se pale qa ka boku në i gjynof modh, e pale ku e ka mërzit Zotin, a i mund tjetë duke unë ngrit në gradat më të larta, e ti je me i livadh, a i është në pun tjetër, komplet është në pun të vetë, e në fund fare, je duke më morë me diçka që asë nuk takon fare, subhanallah i ladhim. Mendoje kështu, edhe mendoje edhe në raportin tatë me Allahun Xheleshanu, kur mos e shlo rrugën e Zotit, edhe kur mos mendo keq për Allahun Xheleshanu, si do që të vinë gjërat. Zoti është i plot fuqishmi dhe Allahu Xheleshanu i don krijesat e tij, don njerëzit, sidomos ata të cilët e kanë shpirt dhe e kanë zemër Zotin e qesisë. O Zoti ynë, ty të lutemi ja Allah. Na falni edhe për mirësive tuja ja Allah, edhe na mbush me begatin tënde, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Ti që ke në dorë ja Allah me largu sprovat, vështirësit ja Allah. Situatat e vështira, ti që jep zgjidhjen, o Zot largoje çdo të keqe prej nesh dhe zëvendësoje atë me të mire me begati. Furnizoje zemrat tona me besim dhe me siguri tek ti ja Allah, që të ndjekim rrugën tënde dhe mos anojmë as pak nga rruga e drejtë, nga rruga e profetëve dhe nga rruga e dashurve tu, deri ditën që do të takojmë ty dhe do të dorëzojmë shpirtin ty ja Allah. O Zot, na dhuro dashuri për ty. Na dhuro dashuri për librin tënd, për fjalën tënde. Na dhuro dashuri për profetin tënd. Na dhuro dashuri për njerëzit e tu të mirë ja Allah. Na dhuro dashuri për veprat të cilat neve na bëjnë prej dashurve tu. Na inspiro veprat mira dhe na largon nga çdo e keqe ja Allah, që neve na shkatron dynjan, na shkatron raportin me ty, na shkatron ahiretin ja Allah. O Zot, ti e udhëzuesi na udhëzo. Ti e furnizuesi na furnizo. Ti e shëruesi, shëroj zemrat, shpirtrat tanë, mendjet tona, trupat tanë, ja Allah. Shëroj ata cilët janë smur prej nesh, jepi shërim të plot, ja Shafi. O Zot, ti që ke në dorë depot e qejve dhe tokës, kush ka vështirësi letësoja, ja Allah. Kush ka borxhe mundsoja që ti laja ato borxhe dhe të jetë korrekt, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët.